po dilnim nga I dimër I mundimshëm. Sythat, sa po shkundën dëborën dhe zogj dolën nga strehët. Pris të liqeni fëmijët e zhurmshëm, teksa derdheshin rëket që nga malet zbrisnin. Pranvera po trokiste nga do në portat tona të ndryshkura. Sa herë u është dashur popujve që të rrëmbejnë armët. Sa kulme të tilla kanë përjetuar këta popull. Po ku? Ku është armiku? Krisme pa fund mbuloi natën e 12 marsit. Plumba pa mbarim gërvishtin qiellin. Luftohet në qytetin tonë. Luftohet me yjet, me natën, me ujin. Luftohet edhe me libra. Edhe me kukullat. Kam qenë punonjëse në këtë bibliotekë, para se të vinte kjo bibliotekë në vitin 1992, kjo ka qenë një shtëpi pionieri në fillim, tani e kanë marrë disa amerikanë, e morën pra disa amerikanë dhe e është ndërruar në një bibliotekë që të ishte për qytetin tonë, për fëmijët, për të ardhmen tonë. Dhe ne unë si punëtore bashkë me të tjerët kemi punuar për 2 vjet vullnetar dhe mbas 2 vjetësh ne filluam që ta vinim në jetë këtë bibliotekë me 300.000 libra. Ndërsa sot për 2 ditë, domethënë për një periudhë shumë të shkurtër kohe, ajo ka ta ndisë në një plerë. Nuk është më bibliotekë. Si që shikoni, librat janë të hedhur. Bibliotekat më të mëdha në Gadishullin Ballkanik dhe ka pasur një fond shumë të gjerë librash, duke përmbledhur librat nga shkenca, janë libra të viteve të mëparshme, por dhe të viteve të fundit. Janë libra nga arti, të cilat janë shumë të çmuara dhe nuk gjinden më. Libra nga kishim enciklopedi, fjalorët, librat e fundit që kërkonin gjimnazistët, TOEFL, SAT, që ishin libra të cilët kishin një vlerë shumë të madhe për të vazhduar studimet këta nxënës në shkollat dhe në kolegjet amerikane. Dhe prisnim që të vinte një fond tjetër me libra të viteve të fundit, nga 95, 96, 97, libra nga teknika, mjekësia, katalog anatomie, do të thënë prisnim një fond shumë të gjerë prap, librash të cilat do të hynin shumë këtyre të rinjve në punë.
Shkolla është vërtet në gjendje të mjerueshme dhe shqetësimi qytetar se kur do të filloj shkolla është shqetësim akoma më i madh për ne dhe për nxënësit. Ne përpiqemi të rregullojmë ato pjesë që kanë mbetur nga shkatërimi, por kemi përpara pyetjen kur do të filloj shkolla dhe cilët do të vinë në shkollë. A do t'i lejojmë prindrit nxënësit të vinë në shkollë? Ne jemi gati ta fillojmë edhe kështu siç është, se po përpiqemi të rregullojmë diçka. Unë jam nxënëse e vitit të tretë në këtë gjimnaz dhe është e parë që shoh në këtë gjendje dhe nuk di në mund të quhet shkollë. Shqetësimin që përmendej Zyshneta është shqetësim aktual që diskutojmë ditë për ditë dhe problemi është do të vëmë shkolla apo jo nëse shkollat hapen ndoshta për 2 javë, ndoshta për 1 muaj dhe unë nuk besoj. Në qoftë se nuk vendoset rendi, atëherë do të jetë shkolla do të jetë bosh. Siç është tani do të jetë pas 1 muaji nëse hapen shkollat. Pra e para gjë që duhet të vendoset është rendi. Nuk vim dot këtu dhe shohim moshatar të armatosur. Ndërkohë që ai moshatar mund të vinë në klasë dhe të kërcënojë. Është diçka makabër që nuk mund ta imagjinoj. Nuk e di. S'di çfarë do bëhet. Do doja të drejtoja një mesazh bashkëmoshatarëve të mi dhe qytetarëve të Pogradecit që të lëmë armët. Arma nuk është gjë e rëndësishme sot në këtë ditë, në këtë situatë dhe në pikë së pari do të thoja bashkëmoshatarëve të mi që lini armët, nuk janë lodra që mund të argëtoheni. Një thënie thotë që lini librat tuaj dhe merrni librin e madh. Doja të thoja që për ta në këtë sot në këtë ditë më e rëndësishme është libri. Dhe do të doja të ftoja të gjithë ata që tani po më dëgjojnë edhe që kanë armë ndoshta në duar dhe që terrorizojnë Pogradecin, të vinë te kjo shkollë sepse kjo shkollë përket atyre dhe as kujt tjetër. Dhe ata duhet të sensibilizohen, të mbajnë këtë shkollë dhe sepse kjo është ardhmja e Pogradecit. Luftohet me historinë tonë, bile edhe me statujat e lashta. Këtu ndodhemi në ambientet e Muzeut Historik të Rrethit Pogradec. Vitin e kaluar, pushteti lokal akordoi një fond prej rreth 7 milion lekë të vjetra për vënien e licencë të këtij muzeu. Por këto 3-4 ditë që kaluan me trazira të mëdha, i gjithë muzeu pothuajse u rrëmuar krejtësisht. Në konkretisht këtu ndodhemi në sallën e ruajtjes së objekteve arkeologjike. Tash ne mund të shihim fare qartë ku këto objekte pothuajse janë shkatëruar tërësisht dhe është shumë e vështirë të gjendet edhe për t'i vënë në licencë tash këto vlera të tilla. Po të kalojmë në sallën më tanë. Këtu ishte planifikuar ngritja e Muzeut Historik të Rrethit Pogradec. Kishte filluar puna. Kishte ardhur momenti deri në vendosjen e stendave dhe të objekteve, duke pasqyruar të gjitha kulturat, që nga kultura ilire deri në kohët e tanishme, mirëpo ne nuk mundëm dot që ta vazhdonim punën për arsye të ndërprerjes së fondit dhe prisnim fondin e ri. Dhe tashmë me trazirat që ndodhen, është kjo gjendje e tillë ku pothuajse të gjitha vlerat e të gjitha periudhave janë shkatëruar krejtësisht. Tashme, unë dua të i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve të rrethit tim që ato vlera të cilat janë të pallogaritshme, ju lutem që të na kthehen, sepse ato i përkasin jo vetëm qytetit të Pogradecit, por të gjithë vendit tonë. Nëpërmjet tyre tregohet jeta jonë, si ka rrjedhur ndër shekuj e ndër vite më pas. Prandaj
Edhe një kërkoj, që ato vlerat i kthejnë këtij muzeu përsëri. Zjarr, krisma, tym, gjithçka shqyhet, shkullet, hyhet, shkatërrohet. Ligji bëhet në rrugë. Këtej është dimër, cikmë dhe brymë. Këtej njerëzit rropaten drejt ëndrrës. Këtej fati nuk merr frymë. Bangat I kanë prishur, I kanë marrë. Nuk mund të shkojnë dot në shkollë tani? Jo, s'mund të shkojmë. Po në shkollë mund të shkojmë, po ku do mësojmë? Televizioni I parë për Pogradecin, I krijuar në ato ditë, shfaq pamjet.
Dashur telespektator, ju ftojmë të ndiqni emisionin ton informativ. $6.232.170 për llogaritën dëmet pas 12 marsit të këtij viti në Pogradec. Gjendja aktuale e doganave dhe funksionimi i tyre. Fillojnë provimet në shkollat e veçare dhe ato të mesme në rreth. Më pas do të vazhdojmë me specialin e ditës dhe informacionet të tjera. Pogradeci, një nga qytetet më të dëmtuara në Republikë. Dëmet të cilat për llogariten në shumën $6.232.170 ka ndodhur kryesisht në sektorin buxhetor dhe pjesërisht në atë privat. Institucionet që u shkatruan plotësisht janë Këshilli i Rrethit, Bashkia, Rendi, Drejtoria e Doganave së bashku me 2 pikat e saj, ato të Tushemishtit dhe Qafthanës, Hotel Turizmi Engelana, pika turistike e Drilonit, bloku i rezidencave qeveritare, gjykata, prokuroria, shtëpia e oficerave, shkolla 3 vetori e tjerë. Ndër më të dëmtuarat radhiten edhe mjaft institucione kulturore, si Qendra e Kulturës Lazgush Poradeci, Teatri i Kukullave, Biblioteka e Qytetit dhe ajo amerikane e shoqatës në Aro, Muzeu, Galeria e Arte Figurative e tjerë. Duhet theksuar se në këto institucione është dëmtuar totalisht ose pjesërisht dokumentacioni i krijuar nga aktiviteti i tyre përkatës. Vlera totale e dëmit e analizuar sipas ndarjeve në mjete kryesore, në inventar ekonomik dhe inventar të imut ose në mjete xhiroje paraqitet përkatësisht. Mjete kryesore në shumën $3.819.920. Inventar ekonomik në shumën $1.058.800 dhe inventari i imët ose mjete e xhiroje në shumën $1.353.450. Vlen të përmendet se disa institucione mbetën të paprekura në sajt të punojësve dhe kontributit të banorëve përreth, si Post Telegrafa, Telekomi, Spitali, Marteniteti, Elektriku, Ujësjellsi, Arkivi i Rrethit e tjerë. Ne po vura këmbën mbi tel, kalova telin, përtheu bomba e parë, përtheva përpit, rash pandinje, kur rash për së dyti, shpërtheva e dyta. Dhe po e mora vesh pëse se shpëndot të. Gjeta forca se dërë të të një. Pëse erë dhe forca dhe një. Je shtrojnë në spektakl? Për çfarë arsye? Më plagosur në krem. Me je plagosur rastësisht apo? Do të na e tregosh u plagosur. Po, që e këshu, hyra nga dhoma tjetër, s'kishte njëri fare, thash automatikën, si që janë adoleshentët kurios, hyra e mora, për automatikën, po shikonja shumë, po duke të hequr zvarë, nuk e di se si shkila kem zë, edhe shumë vetë nuk e pata mendjen me fjallë në atë moment, nuk e di si imi iku, edhe vetëm kur momentin që shkreu automatiku, tira, momente e hodha, thjesht tira dhe pasaj kërdesh njerëzit që ishin edhe. Ke plagosur këmbën? U bërë operacion? Operacion? Shumë ma qepën, ma nuk diskutohet. Tani e ke më mirë? Mirë, po është plaga e madhe. Mund ta shikoj? Nëse i ka më...
Vlerën, pse? Me fjalë ka Dhe qytetari më i thjesht kërcënohet, jo një zyrtar që kërcënohet të diskutohet fare. Përpjekjet e para për të ndalur prokullisjen. Komiteti i shpëtimit të qytetit. Më falë, kjo zonë si këtë bashkije morë tentativën, edhe desha të bëjë dyre bashkim për të filluar punë atje edhe ato që famë, të dyre më prish. Rejtë jetë atje. Në dy tentativë të bëra u paktën, nuk e di Sopori ka për tentativë apo jo? Zvarritet rrugëve jeta e këtij qyteti. Qeniet që popullojnë aty. Aktor dhe viktimë. Fytyrat e vrara zvarriten drejt shpresës. Lot. Emra të rinj të kryqëzuar në përshtylla. Të dashur telespektator, ju ftojmë të ndiqni bisedën tonë në studio me të ftuarit tanë, kandidatët e zonës 98 për zonën e Pogradecit, të cilët janë Zoti Klime Mato, Zoti Kristo Gjika, Zoti Palush Prifti, Zoti Etem Fezollari, Zoti Dashamir Karafili dhe Zoti Blerim Çela. Në zbatim të një programi afatshkurtër emergjencë që duhet me patjetër zonën 98 dhe që janë dy fjalë që fillojnë me re për mendimin tim. A, rendi dhe 2 rindërtimi i Pogradecit. Ky është mendimi im. Dhe kjo do të realizohet në periudhën korrik dhjetor 97. Megjithatë, besoj që mendimin e drejtuesve të partisë tonë, mendimin edhe të qeverisë do formohet, besoj që edhe personalisht do të kem një mundësi të tillë që ta bëj në këtë programe. Sa i përket lëvizjes legalitetit, unë si kandidat, si përfaqësues i kësaj partie, i premtoj zonës ku unë jam kandiduar në zonën 98, se do të zbatoj me rigorozitet, me sinqeritet, me transparencë. Ne garantojmë që shqiptarët, Shqipëria më në fund të ketë një parlament. Nuk besoj se janë shumë ata që besojnë tek legitimiteti i parlamentit e 96-ës. Ne, Partia Socialiste, do të bëjmë që në hapat e para të fitores sonë, dhe jemi të bindur për të fitoret 29 qershorit, do të formojmë një shtet të ri demokratik, me të vërtet demokratik, e theksoj këtë punë, sepse ne vërtet kemi patur një shtet të tillë këto 5-6 vite, mirë po, siç e dini dhe juve teleshikues, ai u shkërmoq brenda natës. Do të interesohen dhe me pushtetin që kam, duke marrë parasysh që fitoria e 29 qershorit është e sigurt për Partinë Demokratike, sepse siç e thash, njerëzit janë në gjendje të dallojnë krimin nga gabimi, janë në gjendje të dallojnë se kush i hapi burgjet dhe kush nxori burgosurit të cilët përdhunuan, vranë dhe terrorizuan këtë popull, në ata që deshen ta eliminojnë këtë rebelim nëpërmjet zgjidhjes politike.
Motre vlezën të Pogradecit. E të këtyn vetrojvet mrekulloshëm. Gjithë rrugës ju kam pa venet e janë me vërtet venet të mrekulloshëm me shqyqyr Zoti që kam marrë sot këto në mes të jush me gëzu këtat orë me ju. Motre vlezën ju bi, përshletjet nga nëna Mërdesh, Gjeraline, nga Mërdesh e Suzan, dhe princip të shkyrtera Leka. Edhe, po për ju përshnes, po nuk do tjetë hera e fundi që do vi këtu. Do të shifti shpesh. Mira pafshim. Ky është vendi i shqiptarëve që kur është bërë njeriu. Pushtuesi i fundit u largua para 55 vjetësh. Ç'pas ka ndodhur me këtë vend? Kush kaloi këtej? Ku je Shqipëria ime, ndrydhur në vergojnë shekullar? Sa shpesh mundohem t'i ikë prej teje, për klithmat e tua dhe natën më zgjojnë. Ku je Shqipëria ime? Ka kohë që po të kërkoj.